اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. E ka titulluar autori temën në vazhdim fi dhikri ma allamana Allah, duke I përmend argumentet që na I ka mësuar neve Allahu subhanahu wa taala fi kitabih, në librin e tij, ennehu yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Se Allahu subhanahu wa taala e lën në humbje atë që don Allahu subhanahu wa taala dhe e udhëzon Allahu subhanahu wa taala atë që don Allahu subhanahu wa taala. وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين. Dhe se Allah subhanahu askush nuk udhëzohet prej pejgamberëve, as prej librave, as prej ajeteve, as prej argumenteve, illa man sabaqa fi ilmi Allah ta'ala annahu yahdi. Vetëm udhëzohet ai I cili paraprakisht ka qenë ditur në diturinë e Allah subhanahu wa taala se Allah subhanahu wa taala atë ka me udhëzu. Kjo temë dhe tema që ka qenë para kësaj kanë të bëjnë me kaderin, me caktimin e Allah subhanahu wa taala, dhe se kaderi, caktimi e Allah subhanahu wa taala për me u kuptua drejt duhet me kalua në 4 shkallë. Shkalla e parë që duhet me ditë për me kuptu kaderin e Allah subhanahu wa taala është me ditë se Allah subhanahu wa taala din gjithçka dhe se atë që e ka ditë Allah subhanahu wa taala ka shkru. Shkalla e parë ose çështja e parë që ta mundson me kuptu kaderin e Allah subhanahu wa taala, për shkak se folërit mbi temën e kaderit është me rrezikshmëri të lartë. Nga se preciziteti në kader duhet me qenë shumë I lartë. Nuk ka një temë e cila duhet me pas kujdes më të lartë kur folet pas emrave dhe cilësive të Allah subhanahu wa taala se sa kaderi. Ma e larta temë për me fol është kur flitet për emra dhe cilësit e Allah subhanahu wa taala. Menhere mas emrave dhe cilësive të Allah subhanahu wa taala, më të lartin precizitet, në të folur, në shpjegim e kërkon të folurit mbi kaderin e Allah subhanahu wa taala. Dhe grupet më të devijuara janë ato që kanë deviju në emrat dhe cilësitë e Allahut, pastaj ato të cilët kanë deviju në kuptimin e kaderit të Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se një gabim I vogël, një shpjegim jo I duhur, një fjalë jo e duhur, qoftë ajo edhe pa qëllimt, e bën me devijue ai që flet dhe me devijue ata të cilët e ndëgjojnë. Be caktimin be kaderin e Allah subhanahu wa taala kur flitet, duhet me fol me kujdes të lartë, mos me shtu as një fjalë, as mos me lën pa fol atë që Allah ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë fol për atë temë. Se për këtë emrave dhe cilësive të Allah subhanahu wa taala çështja është kështu. Për me ardhur një lajm I sigurt të na për dikon,
ose për me ardhë, për me folë dikush për Allahun, në një, për me kallëzu se qysh është Allah, me kallëzu e cilësitë e Allahu subhanahu wa taala, me kallëzu e emrat e Allahu subhanahu wa taala, duhet me pas pa Allahun, edhe me thonë, unë e kom pa Allahun, Allah është kështu. Të atil nuk kena. Nëse s'kem të atil, duhet, atëherë më konë dikush që e ka pa dikon të ngjashëm me Allahun, edhe me thonë, unë Allah nuk e kom pa, por e kom pa dikon që është ngjashëm me Allahun dhe ajo është kështu. Edhe të atil s'ka, se as nuk ka të ngjashëm me Allahun, as nuk ka dikush që e ka pa dikën që është ngjashëm me Allahun subhanahu wa taala. E treta, nëse s'jam të dyja, duhet më konë me thonë dikush, kur flet për Allahun, me thonë nëse kom pa Allahun, as se kom pa dikon ngjashëm me Allahun, por më ka kallëzue dikush që Allah është kështu. Atëherë do të më pyet, ai që të ka kallëzue kush është? Dhe ati kush i ka kallëzu për Allahun? Dhe na vetëm këta e kena. Ajo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe atë i ka kallëzu ati, ka kallëzu Allah vetë për vetën e tij. Thot Allah subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet prej menjes vet. Çka do që flet, ashtu e ka urdhnu me fol Allahu subhanahu wa taala. Për këtë, dietarët e hadithit, klasifikimin e haditheve prej rregullave të shumta të pranimit të haditheve, është me ndëgjue sahabiu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur sahabiu flet diçka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për Allahun, dietarët e hadithit thonë, pa thonë hiç sahabiu e kom ni prej pejgamberit, këto duhet me ditë se sahabiu e ka ni prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se nuk ka sahabi që flet diçka për Allahun pa pasni këto prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose pa pas lexuar atë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Çështja e dytë është çështja e kaderit, çështja e caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Kaderi është prej shtyllave të besimit, en tu'min bi qadrillah, me besu në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu, kur ka ardhur Xhibrili e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka është imani, prej tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, iman është me besue në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, të parën gjë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Krijesën e parë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala është lapsi. Fe qale lehu uktub, dhe i ka thonë Allahu subhanahu wa taala shkruaj. Çka ka më ndodh deri në ditën e Kiametit? Krijesën e parë që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala është lapsi. Pastaj të parën fjalë që ka thonë lapsit Allahu ka qenë urdhri me shkru. Gjithçka që do të ndodh deri në ditën e Kiametit. Në hadithet e tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se 50.000 vjet para se me krijuar tokën dhe qiellin, Allahu subhanahu wa taala ka shkruar se çka ka më ndodh. Hadithet e tjera 50.000 vjet para se me i prua njerëzit, para se me kriju Ademin, alayhi salatu wasalam, Allahu subhanahu wa taala ka shkruar atë që çka ka më ndodh me të gjithë pasardhësit e Ademit alayhi salatu wasalam deri në ditën e Kiametit. Dhe deri këtu çështja është e qartë. Por pa qartësinë pastaj e kanë fut ata të cilët kanë deviju, të cilët e kanë përdor kaderin, caktimin e Allahu subhanahu wa taala për me arsyetue veprat e tyre të këqija. Nëse bëjmë thonë keq, atëherë kjo është ka caktuar Allahu. Nëse ka caktuar Allahu kështu, pse Allahu ka më na dënu kurse Allahu paraprakisht neve na i ka shkruar me veprua ashtu? E këtu vjen devimi. A është e mundur me ardh devimi? Është e mundur.
a janë të arsyetuar me ata të cilët devijojnë në kaderin e Allahut subhanahu wa taala duke mos u mbështetur në argumente, nuk janë të arsyetuar. Për shkak se lloj të keqkuptimeve në kader kanë pas edhe disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deri kur e kanë dëgjuar se çka thot për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e kanë dëgjuar çka thot për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata sahabe që kanë menuar me kuptuar ndryshe, nuk e kanë kuptuar ndryshe kaderin. Por e kanë kuptuar që ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Lemma khalaqa Allahu Adem", kur Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar Ademin alaihi salatu wasalam, e ka prek me dorën e tij në shpinën e tij në anën e djathtë. Dhe prej anës së djathtë të Ademit alayhi salatu wasalam i kanë nxjerrë të gjithë shpirtat e njerëzve të cilët kanë me qenë banor të xhenetit. Pastaj e ka prek Ademin alayhi salam në anën e majt, në shpinë, dhe nga ana e majt e tij i ka nxjerrë, i ka krijuar të gjithë shpirtat e njerëzve të cilët kanë me hije në xhehenem. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit vinë këtë dynjë dhe kanë me jetue qashtu qysh e ka saktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kanë me vdek qashtu qysh e ka saktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata të cilët i kanë nxjerrë Allahu nga ana e djathtë kanë me hije në xhennet, ata të cilët i kanë nxjerrë nga ana e majt kanë me hije në xhehenem. Dikush prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka një këtë hadith, ka thonë: "Ja Rasulullah, o i dërguar e Allahut, a mos të mbështetemi pra në këtë?" Që me thonë se nëse na ka krijuar Allahu për xhenet, na kemi me hije në xhenet edhe s'ka ndryshe. Nëse na ka shkruar Allahu subhanahu wa taala që kemi hije në xhenet, na kemi hije në xhenet edhe me bë kufër. Nëse Allahu na ka nxjerr nga ana e majt e Ademit, ne kemi mirë nxjarr, edhe nëse falmi ose nëse agjërojmë. Kështu sahabiu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "A mos mbështetemi pranë kaderin e Allahut?" Dhe ky ka qenë udhë për mos me kuptuar drejt kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Jo. I'malu, por ju punoni." Për shkak se ju nuk e dini, a ju ka nxjerrë Allahu nga ana e djathtë e Ademit, a ju ka nxjerrë nga ana e majt. As nuk jeni të detyruar me ditë. Ju nuk e dini, a keni me qenë për banorëve të xhenetit, a keni me qenë për banorëve të xhehenemit, dhe nuk jeni detyruar me ditë. As për këtë Allahu subhanahu wa taala nuk ka më marrë në përgjithësi se si jeni të ngarkuar me këtë. Ju jeni të obliguar me krye urdhnat e Allahut dhe mu largu prej harameve. Urdhnat e Allahut edhe ndalesat i dini se ja ka shpjeguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Edhe ja ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith: "I'malu", ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabiut dhe tjerë që kanë qenë prezant, ju punoni qashtu që ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. "Li kullin muyassirun lima khuliqa lah", për shkak se gjithë secilit ka mi u lehtësu ajo për çka është kriju. Komentatorët e hadithit kanë thonë, gjithë secilit që është krijuar për xhehenem kanë mi u lehtësue veprat e xhehenemit. Gjithë secilit që është i krijuar për xhenet kanë mi u lehtësue veprat e xhenetit. Dhe praktika këto e kallëzon shumë lehtë. Njerëz të cilët bëjnë vepra të mira, njerëzit e këqij as nuk i besojnë se dikush ka mundësi me bëj ashtu vepra të mira. Ka njeri që agjeron gjithmonë një ditë për një ditë jo, gjatë gjithë jetës. Edhe ka pas një historinë e muslimanëve edhe ka. Me thonë dikuna që është jashtë fesë Allahu subhanahu wa taala, që gjatë gjithë jetës agjeron njeriu një ditë për një ditë jo, thotë nuk është e mundshme. Leximin e Kur'anit. Ka pas njerëz që e kanë lexuar vazhdimisht Kur'anin çdo ditë deri kanë vdek. Duke kryer gjithmonë ka një fillim e fund. Kjo me logjikën e atij që nuk është besimtar është e pamundur. Në anën e zeqatit, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të tjerë masanena deri në ditët e sotshme ka pas që komplet pasuninë çka kanë pas
edhe familjen dhe kreç vetët e tyre i kanë dhënë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kto ai që nuk është besimtar as nuk e beson si sakt. Edhe në agjërim, edhe në namaz, edhe në Kur'an, edhe në zakat, edhe në gjithë shka, li kullin muyassirun lima khuliqa lahu, gjithë se cilët i lehtësohet ajo për të cilën është kriju. Nëse kthehemi edhe te ana atyre të cilët janë njerëz të prishur, çka bojnë poshtërsina njerëzit të cilët nuk janë besimtar as mi menuen nuk i menojnë ato çështje. As në praktikë s'u bojnë. Për shembull një rakigji pin me kile. Zoti na rujt një musliman më thonë që s'ka pi kurr me as 200 gram nuk e di ka me ecë më. Pse këtij na i lehtësohet ajo e cila është zarar, e këtij na nuk i lehtësohet? Pse këtij i lehtësohet ajo që është sherr, këtij na nuk i vjen vështirë? Njerëzit të cilët janë të ndershëm, me i bë poshtërsitë e atyre të cilët janë të pandershëm, ka mundësi vdesin prej turpi. Se s'ka mundësi, s'ka mundësi me bë atë punë. Njerëzit të cilët janë të devijuar, mjaft ngarkuar vullnetare çka i bojnë disa prej muslimanëve, ata vdesin prej punëve të mira të muslimanëve. Ja me lu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pononi li kullin muyassirun lima khuliqa lahu, se gjithë secilit i lehtësohet ajo për të cilën është krijuar. Çështja e dytë është kuptimi i Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu rreth kaderit. Edhe pse në një fjalë të Aliut radiallahu anhu qëndron se ka thonë disa çështje në kader nuk kena me i kuptue kur, veç në ditën e kiametit kur të shohme. Disa çështje që ndodhin, disa ndodhi, disa kadere, caktime të Allahu subhanahu wa taala, kur nuk kena me mujt mi marrë vesh pse ndodhe që kjo qashtu. Veç ku dalmi në ditën e kiametit, atëre morë mi vesh, qëtë javë shpalon Allahu subhanahu wa taala se pse disave u ka ndodhë kjo, pse disave u ka ndodhë kjo. Deri atër së në morë mi vesh kur. Por jo për kaderin e përgjësi. Ka arë një transmitim nga Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, i cili bën të dua, o Allah, nëse e ke shkrua emrin Omer ibn al-Khattabit të emrat të cilët kanë me hije në xhehenem, po të lutna, shlyja atje e shkruma të ata të cilët kanë me hije në xhennet. Kështu kuptohet kaderi Allahu subhanahu wa taala. Thonë kështu e kupton të Omer ibn al-Khattabi, ai për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantu se është banor i xhennetit duke qenë gjallë. Omer ibn al-Khattabi. Ndohat e tina, o Allah, nëse më ke shkrua emre jam gjinde të ata të cilët kanë me hinë zjarë, se ti e Allah, ti bën çka dush, e që në xhehenem ku ndosh ti, e që në xhennet ku ndosh ti. Nëse më ke shkrua anena, shlyma po të lutna e qitma emrin të ata të cilët janë banor xhennetit. Ata që vinë të devijuarit në kader, masane nuk thojnë kështu që shtoj ka Omer ibn Khattabi, po thojnë atëra Allah neve në ka shkrua, që to na i bojnë ato, shka këna fajna neve Allah në ka saktu kështu. Munohen me aqit fajna Allah subhanahu wa taala, saktimit e Allah, dhe çështja nuk është kështu. Por të rruga, mundësia për me deviju në kader është shumë e madhe, preciziteti i lartë për ata të cilët më folin për kaderin e Allahut, edhe precizitet shumë lartë për ata të cilët ndëgjojnë për kaderin e Allahut subhanahu wa taala, se prej kujt ndëgjoni kur flet mbi kaderin, caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej çështjeve të rëndësisë së parë për me kuptu kaderin e Allahut subhanahu wa taala është me ditë se Allahu subhanahu wa taala është i gjithditur. Dhe diturin e tij Allahu subhanahu wa taala ka shkruar, ky është kaderi. Allahu subhanahu wa taala është i gjithditur. Allahu subhanahu wa taala din gjithçka. E din atë që ka ndodhur, edhe e din atë që ka me ndodhur, për çfarë është Allah, se mos me ditë atë që ka me ndodhur nuk është Allah ky. Çka ka me ndodhur nesër nuk e di. Çysh është Allah atëre? Allahu subhanahu wa taala din krejt çka ka me ndodhur. Bile në ajetin Kur'an Allahu subhanahu wa taala tregon disa ngjarje me disa njerëz të cilët kanë me hije në xhehenem.
thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Ditën e Kiametit, pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala të i çon në xhehenem banorët e xhehenemit, e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që mos jem prej tyre, banorët e xhehenemit kanë me thonë Allahu subhanahu wa ta'ala kthena edhe njerë në tokë, tani na kena më bë musliman, po ju a ketë bën tokë njëra? Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala wa law ruddu, me i kthy ata edhe një herë në tokë, gjë që zbohet kur, se si kthen Allahu subhanahu wa ta'ala, le'adu lima nuhu anhu, apë kanë me shkue me bëhe qështu që kanë bëhe për para. O e në lakadhibun, atë në rrenca. Kjo është çështja me Allahu subhanahu wa ta'ala të regon një diçka e cila nuk ka ndodhë, as nuk ka me ndodhë kur, por si kur të ndodhë te, Allahu subhanahu wa ta'ala e din se qysh ka me ndodhë. Por kjo nuk e bën të pafajshëm njeriun, pse ka ditë Allahu subhanahu wa ta'ala, pse e din. Se njeriu është i fajshëm, njeriu e ka fajin e vetë për të gjitha veprat e këqija që i bën me dëshirën e tij. A i ka ditë Allahu që kam i bë këto vepra, po më e ka ditë qysh jo. Se mos mi ditë Allahu subhanahu wa ta'ala që qysh kam i bë veprat njeriu, atëra këti nuk e thonë Allah. Dituria Allahu subhanahu wa ta'ala është diçka, vullneti i njerëzve për me veprue është diçka tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala ka ditë se çka kanë me veprue dhe ka shkruar atë që kanë me vepru. Ata kanë me veprue saktë ashtu siç e ka ditë Allahu subhanahu wa ta'ala, se ndryshe nuk ka mundësi se pastaj ky nuk është Allah që nuk e din çka ka me ndodhë nesër, por kur të vinë njerëzit në këtë dynjë e kanë përgjegjësinë edhe formën e tyre të lirë. Njerëzit dënohen edhe shpërblehen për shkak të zgjedhjes së tyre të lirë. Inna hedejnahu sebila, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, unë e kom sqaruar rrugën e drejtë. Imma kafiron, imma shakiron, wa imma kafura. Kush dëshiron e ka mundësin tash. A doni me qenë falëndërues ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, a doni me u bë mohus, qafira pa besimtar. Dhe përgjithësia njerëzit e marrin sipas asaj që e kanë zgjedh vetë. Po çdo që e kanë zgjedh, a ka ditë Allahu se çysh kanë me zgjedh? Po ka ditë, normal që ka ditë. Se Allahu subhanahu wa ta'ala din gjithçka e cila ka me ndodhë. Pastaj edhe ma shumë se sa kja, Allahu subhanahu wa ta'ala din edhe atë që nuk ka me ndodhë kur, por si kur të ndodhë qysh ka pas me ndodhë, e din Allahu subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadhruhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu subhanahu wa ta'ala u rrotullon zemrat disa njerëzve, edhe u rrotullon, u ndryshon të pamën e tyre edhe të ndëgjuarit e tyre, kema lem yu'minu bihi awwala marra, sikur që ata nuk patën besue për herën e parë. Një pjesë e komentatorëve të Kur'anit në fjalën e Allahu subhanahu wa ta'ala, kema lem yu'minu bihi awwala marra, sikur s'kan besue në pjesën e parë, kanë thonë ata nuk kanë besue kur kanë qenë këtë dynjë. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala u ja kthen zemrat prap edhe shikimin prap në ditën e Kiametit. Disa prej komentatorëve tjerë kanë thonë kur Allahu subhanahu wa ta'ala i ka krijuar njerëzit, e ka krijuar Ademin alayhis salam dhe kanë nxjerr prej shpinës së tij banorët e zjarmit dhe banorët e xhenetit, i ka thonë atyre elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juve, të gjithë shpirtave. Dhe fjala Allahu subhanahu wa ta'ala është e shkruar në Kur'an. Idh akhadha Allah, kur Allahu subhanahu wa ta'ala e ka marrë mithaq, premtimin, fjalën, besatimin prej bijve të Ademit alayhis salam. E kjo ishte në hadith koha kur i kanë nxjerr nga shpina e Ademit alayhis salam, elastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juve? Ose në gjuhën shqipe bie, a jam unë Zoti juve? Qalu bela. Shpirtat kanë thonë të gjithë po. Komentatorët e hadithit kanë thonë shpirtat e banorëve të xhenetit janë të krijuar përpara se shpirtat e banorëve të xhenemit, për shkak se të parë që e kanë nxjerrë Allahu nga ona e djathtë, pastaj kanë nxjerrë nga ona e majt. Kështu ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe urësia e dytë kanë përmend se shpirtat të gjithë janë një moshe. Pastaj në këtë dynjë vijnë njerëzit sipas saktimit të Allahut subhanahu wa taala, por shpirtat janë të gjithë një moshe.
Kur i ka nxjerrë Allahu subhanahu wa taala shpirtat, i ka krijuar i ka nxjerrë prej shpinës së Ademit alayhis salam, e ju ka thonë atyre: "Elastu bi rabbikum?" A jo më në Zoti juve? Qalu bela, shpirtat të gjithë, edhe Firauni që ka qenë aty, edhe Abu Jehli që ka qenë aty, edhe të gjithë faraonat e tjerë, Abu Jehlet e tjerë, qalu bela, kanë thonë Allahut, po ti je Zoti jon. Një pjesë e komentatorëve të Kuranit ka thonë këta janë tut prej Allahut, për çato ka thonë ti je Zoti jon, ama në zemrat e tyre nuk kanë besu. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Dhe Allahu subhanahu wa taala u ka rrotulluar zemrat e tyre, sikur që s'kan besuar ata për herën e parë. E kanë nxjerrë nga gjuhët e tyre besimin, por në mrendësitë e tyre nuk kanë qenë të bindur. Dhe ky është lloji i munafikëve, të cilët në anën e jashtme e nxjerrin sikur se janë besimtar, kurse në mrendësinë e tyre nuk janë besimtar. Autori përmend argumentet ose fjalët, ajetet të cilat i ka nxjerr Allahu subhanahu wa taala, i ka sjell Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, të cilat tregojnë se Allahu subhanahu wa taala uzon atë që don Allahu, dhe Allahu subhanahu wa taala lën humbje atë që don Allahu, me lën humbje. Nuk udhëzohet njeriu pse takohet me pejgamber. As nuk udhëzohet njeriu pse lexon libra të shenjta, librën e shenjtë Kur'anin. As nuk udhëzohet për shkak se i shef argumentet. As nuk udhëzohet për shkak se i lexon ajetet e Allahut, por udhëzimi, kushdo që udhëzohet, është që Allahu subhanahu wa taala ka dashur me udhëzu, dhe kushdo që mbetet në devijim, është se Allahu subhanahu wa taala ka dashur që ai me mbet në devijim. Cila është dobia ose rëndësia për neve këtu? Rëndësia më e lartë për neve është këtu me falënderu Allahu subhanahu wa taala që na ka udhëzuar në Islam. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimi të konë Allahu subhanahu wa taala, i cili na ka udhëzuar në këtë fe, se mos na udhëzonte Allahu subhanahu wa taala, ne kur nuk kishmi mujt me udhëzu. Ne nuk jemi të udhëzuar në Islam për shkak të aftësive tona. E kena lexu Kur'anin, e kena kuptuar dhe e kena hyrë në rrugën e drejtë. I kena lexu hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kena kuptuar edhe kena hyrë në rrugën e drejtë. Jo. Për shkak se ka njerëz shumë më të ditur e më të mençur se na, që i kanë lexuar ajetet edhe hadithet para neve dhe nuk kanë hyrë në Islam. I kanë lexuar hadithet edhe ajetet e i kanë studiuar, kanë mundësi mu konë dietar të tyre, por nuk kanë arrit me udhëzuar në Islamin e duhur. Dhe kjo udhëzimi, çështja e parë, është me falëndru Allahu subhanahu wa taala që na ka udhëzuar, për shkak se ne nuk jemi udhëzuar për shkak të meritave tona, por për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka dashur kështu. Çështja e dytë. Pejgamberët, librat, argumentet, ajetet e Allahu subhanahu wa taala nuk janë vetë udhëzues në veten e tyre, por janë shkaqe me të cilat Allahu subhanahu wa taala i udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë. I ka thonë pejgamberit Allahu subhanahu wa taala: "Innaka lan tahdi man ahbabt." O Muhammed, ti nuk mundesh me udhëzu atë që don ti. "Walakin Allah yahdi man yasha." Por vetëm Allahu është ai i cili e udhëzon atë që Allahu dëshiron. Nuk ka pas njeri, kanë thonë komentatorët e hadithit, që dëshiron të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai të udhëzohet më shumë se sa agja i vet edhe gjyshi i vet. Shumë ka pas dëshirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata më udhëzu. Për shkak se ata e kanë ndihmuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe Islamin më shumë se plot që sot edhe dje i kanë thonë veti musliman. Kur mushrik kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë thonë: "Ne po të afrojmë tyje post nalt." Se këto devijum sot da se ditë e thojnë, na po hina në për sisteme parti, se ta na e ndrejshme Islamin. Mo pejgamberi sa me kanë lutë me bo kryetar kret, edhe s'ka pranu, e këta me shku më bo shëptor, se kur gjë s'bon, hiq ma shumë, edhe po dojna me ndrejsh film. Me ndrejsh film me shëptor mushrikve. S'ndrejshet feja ashtu. Edhe kanë lutë pejgamberin sa me dhon pasuni, edhe kanë lutë me dhon post, edhe kanë lutë me martuar me çka do më të mirën, edhe por ndryshe
nëse nuk e pranon që do që bëtojmë na, atëherë na ty kena me të mytë. Se që ka drejtësia qafirave, gjithmonë. Ata i ofrojnë një 4-5 gjona, edhe nëse si pranon njënë për tyve që i ofrojnë ata, atëherë ti e fajtore dhe me marë dënimin. Kjo është drejtësia tynve. Edhe kështu ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto mushrikët ja kanë thonë agjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe agja i pejgamberit sallallahu që ka pas kujdesi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u kthy te shtëpia, edhe i ka kallëzu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çka po thonë mushrikët. Çfarë oferta kanë ofruar? Edhe nëse si pranon ofertat, ki me pas problem me jetën tonë, se ata kanë me të mytë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, unë nuk heqi dorë për kësaj rruge. Migja i vet duke qenë mushrik, ka thonë, o biri jam, vazhdo ti se unë kom të mbrojt. Shihni. Ata sot muslimanë që i thonë vetë se mbrojnë fen, hiç. Ai të qenë mushrik, i ka thonë, ti vazhdo se çka do që bëhet, unë kom të mbrojt ty dhe kom me qenë mbrojt patije. Për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironte që ai më udhëzu, por ai ka vdek mushrik. Dhe Allah subhanahu wa taala ka zbrit, innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Nuk mundesh me udhëzu atë që don ti, por për me udhëzu vetëm atë që don Allahu subhanahu wa taala. Dhe takimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk është kush për me udhëzu, është sebeb për ata të cilët Allahu subhanahu wa taala dëshiron me udhëzu, se shumë njerëz janë takuar me pejgamberin që në udhëzu, na e muslimanët e tjerë nuk janë takuar kurrë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në udhëzu, sikur më paskon më taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pas jetuar gjithkohën. Dhe ky udhëzim nuk është prej meritave të tyre, por prej madhështisë së dhe rahmetit të Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah." Edhe jo pejgambert, jo librat, jo argumentet. Po thot Allahu subhanahu wa taala më javë zbrit edhe me laqet, edhe më quhet vdektit mi u fol, ma kanu li uminu, nuk besojnë illa an yasha Allah, vetëm besojnë ata të cilët për të cilët Allahu subhanahu wa taala dëshiron me besue, walakin aktharuhum yajhalun. Por shumica njerëzve i anashkalojnë, nuk dojnë me i ditë argumentet, fjalën e Allahu subhanahu wa taala dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi." Kan thon pabesimtarët për pejgamberët e tyre, pse sjell Allahu subhanahu wa taala në argument diçka të qartë. Qul inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Thot Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thuaj atyre, nuk udhëzoni ju me ato argumentet, jo. Udhëzohen vetëm ata të cilët Allahu subhanahu wa taala dëshiron me i udhëzuar. Dhe falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala për atë që i ka udhëzuar dhe na ka udhëzuar në rrugën e tij të drejtë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Bal zuyyina lil ladhina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had." Ata të cilët nuk janë të udhëzuar, ata të cilët nuk janë besimtar, u është hieshuar, ju është bë e dashur, e bukur mosbesimi i tyre. Është bë i bukur kufri i tyre, hieshuar mëkatet e tyre, edhe nuk mbetet në devijim përveç se ata të cilët Allahu subhanahu wa taala dëshiron me mbet në devijim, dhe nuk udhëzohet vetëm se ata të cilët dëshiron Allahu me udhëzu. Ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka udhëzu dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që edhe nga pasardhësit e ton asnjëherë mos nxjerr njerëz të paudhëzuar, e njerëz të cilët kanë me hinë zjarr. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.